të siguroj që deputetet në tërësi, nuk mund të them se cili, por në parim se cili, por në tërësi kanë qenë të gjithë në protest. Por çështja se ku duhet të qëndrojnë është një çështje diskutueshme. Për disa, ata duhet të qëndrojnë në krye të protestës. Për të tjerë, kërkojnë që të qëndrojnë me grupet e qytetarëve nga zonat e tyre. Dhe kjo akoma nuk ka marrë një përgjigje. Të them unë, aty ku isha unë, një 3 metra në tutje ishte një deputet. Një bashkë qytetari ti më shkruan të thoshte, unë nuk e pa shkuën atë njeri. Po, ai ishte aty në fakt, unë dhe i thash që ai ka qenë. Pra, kjo, por, a duhet organizohen dhe më mirë, plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht, Anton. Jo vetëm me deputet, por në tërësi, Partia Demokratike ose organizatorët e protest duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj mase të madhe njerëzish, tani, që janë aty. Kjo është protest paqësore, themun ty. Në qoftë se ne ndryshojmë të protest nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktura ajo. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protestat të vini me çdo mjet, ato nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5.000 qytetarësh. Jo, është e njohur kjo. Është matematike kjo që të them. Por ne do jemi për protest paqësore. Shiko, e teta ishte kjo apo jo, asnjë polic të dëmtuar, asnjë polic të plagosur. Ka një numër i konsiderueshëm protestuesish të dëmtuar dhe deputetësh të goditur dhe të dëmtuar. Por ky është përcaktimi ynë.